Përshëndetje, miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të marrim një pyetje tek energjia e tarotëve. Një surprizë e madhe, e papritur, do t'ju vijë së shpejti në jetën tuaj. Luftoni fort për të ndryshuar në çdo moment jetën tuaj. Jeni një person shumë human, një person që ndihmoni njerëzit në nevojë dhe ashtu ju kthehet ai bollok nga ato financa. Në këtë moment jeni pak i mërzitur, por një kup e argjend ju vjen shumë shpejt dhe ju thot, merrni këtë mjalë që kam në kup për të larguar këtë mërzitje dhe këtë trishtim. Dhe ju e pranoni këtë kup me mjalë. Një lajm nga ky prind vjen drejt teje. Është një lajm shumë i bukur, është një lajm i gëzuar, një lajm financash, një lajm që tregon një ndryshim që do të bëhet në jetën tuaj, në familje dhe në dashuri. Sepse ke pasur probleme, keni pasur pak net pa gjumë, pak stres, pak mendime negative, por i keni kaluar, i keni hequr këto mendime negative, sepse fasha ka ikur nga sy tuaj. Dhe shumë shpejt ju merrni një vendim të drejtë, një vendim shumë të rëndësishëm në jetën tuaj. Jeni një person që keni këtë dritë universi në çakrën e kokës që ju ndriçon rrugën drejt bollokut. Pylli polar më tregon të surprizë që do të bëhet në jetën tuaj. Kjo është një surprizë e mrekullueshme që do ju ndriçojë jetën tuaj. Keni perspektiva të shkëlqyera në jetën tuaj. Pra ky është një lajm shumë i mirë që do t'ju vijë në jetën tuaj së shpejti. Me kë rezonon kjo energji e tarotëve? Me kë gërm të alfabetit dhe me shenjat e horoskopit. Me gërmën J, me gërmën G, Z, T, L, E, S, Q, B, Z dhe O.